Kongu. Hong Kongu ka shënuar një rritje të shpejtë dhe është një i sapoardhur në listën e 10 flotave tregtare më të mëdha në botë. Hyrja e tij në këtë listë vjen kryesisht për shkak të investimeve të konsiderueshme dhe strategjike në flotën e tij të anijeve për mallra me shumicë. Si një rajon administrativ special i Kinës, Hong Kongu ka një flotë tregtare të vlefshme, e cila është e përqendruar në transportin e lëndëve të para si minerali i hekurit dhe qymyri. Pozicioni i tij si një qendër e rëndësishme financiare dhe porti i ngarkuar e bën atë një pikë kyçe në tregtinë detare globale. Flota e Hong Kongut vepron në mënyrë të pavarur nga ajo e Kinës, duke i dhënë këtij rajoni një rol të veçantë në tregjet ndërkombëtare dhe duke konsoliduar si një fuqi në rritje në transportin detar. Panamaja është lider botëror në flotën tregtare kryesisht për shkak të regjistrit të saj të anijeve, që është më i madhi në botë. Ky regjistër, i njohur si Regjistri i Kanalit të Panamas, tërheq pronarët e anijeve nga e gjithë bota, pasi ofron lehtësira të shumta, duke përfshirë tarifa të ulta, rregullore fleksibël dhe avantazhe fiskale. Për shkak të kësaj, shumë anije transporti, cisterna dhe kroçera vendosin flamurin e Panamas si flamur të regjistrit, duke e bërë vendin një fuqi dominuese në transportin detar ndërkombëtar. Kjo ka një ndikim të rëndësishëm në ekonominë e Panamas, duke ndihmuar vendin të ruajë pozicionin e tij si një qendër kyçe e tregtisë globale. Mbretëria e Bashkuar. Tradicionalisht një fuqi detare, Mbretëria e Bashkuar ka pasur një ngjitje të rëndësishme në renditje, kryesisht për shkak të pranisë së saj të fortë në sektorin e kroçerave. Flota e saj tregtare ka një vlerë të madhe dhe dominohet gjithashtu nga transportuesit e gazit dhe anijet për mallra të lëngshëm. Edhe pse flota britanike nuk është aq e madhe sa ajo e Greqisë apo Kinës, ajo është cilësore dhe me teknologji të lartë, duke i shërbyer kryesisht tregtisë ndërkombëtare. Pozicioni strategjik i Mbretërisë së Bashkuar dhe qendrat e saj financiare e bëjnë atë një qendër për shërbime detare dhe pronësinë e anijeve, duke konsoliduar si një lojtar të rëndësishëm në tregun global të transportit detar. Norvegjia ka një histori të gjatë detare dhe flota e saj është e njohur për investimet e saj në sektorët e gazit dhe transportuesve të automjeteve. Një shtet i njohur për historinë e saj të gjatë detare vazhdon të jetë një fuqi e rëndësishme në këtë sektor, pavarësisht popullsisë së saj të vogël. Flota e saj tregtare është e njohur për specializimin dhe investimet e larta në sektor me teknologji të përparuar. Ajo luaj një rol kyç në transportin e gazit dhe është e njohur për transportuesit e saj të avancuar të automjeteve. Flota norvegjeze shquhet për inovacionin, sigurinë dhe teknologjinë e avancuar, çka e bën atë një lider në sektor të caktuar të transportit detar dhe shërbimeve detare. Ky fokus në anijet e sofistikuara i ka dhënë Norvegjisë një avantazh konkurrues në tregjet globale, duke e pozicionuar si një lider në sektorët e specializuar. Korea e Jugut. Korea e Jugut, një nga ndërtuesit më të mëdhenj të anijeve në botë, ka një flotë tregtare të konsiderueshme dhe të vlefshme. Flota e saj e pasqyron ekspertizën e vendit në ndërtimin e anijeve me një fokus të veçantë në anijet me vlerë të lartë, si LNG dhe transportuesit e automjeteve. Kjo flotë moderne dhe me teknologji të lartë mbështet industritë e fuqishme të eksportit të Koresë së Jugut, sidomos në fushën e elektronikës, automobilave dhe kimikateve. Për shkak të kapacitetit të saj të lartë prodhues, flota koreane është një dëshmi e aftësive teknologjike dhe industriale të vendit, duke i mundësuar të transportojë mallrat e saj me efikasitet në tregjet globale. Ky angazhim ndaj teknologjisë dhe cilësisë e pozicionon Korenë e Jugut si një lojtar kyç në transportin detar ndërkombëtar.
Singapori. Singapori, një nga qendrat financiare dhe tregtare më të rëndësishme në Azi, është një fuqi në rritje në sektorin e transportit detar. Ky rol rritet jo vetëm nga vendodhja e tij strategjike, por edhe nga performanca e fortë në sektorët e specializuar, si anijet e gazit të lëngshëm të naftës dhe anijet mbështetëse për operacione në det të hapur. Flota tregtare e Singaporit ka një vlerë të lartë dhe fokusohet në anije cilësore dhe me teknologji të përparuar. Pavarësisht se nuk ka një numër masiv anijesh si Kina, Singapori shquhet për pronësinë e anijeve të sofistikuara. Roli i tij si një port kryesor dhe një qendër navale e bën atë një aktor strategjik në transportin detar ndërkombëtar, me një fokus të veçantë në anijet e vlefshme, të cilat i shërbejnë industrisë së energjisë dhe eksplorimit të naftës dhe gazit. Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Flota e Shteteve të Bashkuara luan një rol unik në tregtinë detare globale. Ajo përcaktohet kryesisht nga dominimi i saj në sektorin e anijeve turistike, me selit e shumë kompanive të mëdha botërore të kroqerave që ndodhen atje. Përveç kësaj, flota tregtare amerikane është thelbësore për transportin e mallrave brenda kufive të vendit. Kjo veprimtari rregullohet nga një ligj i njohur si Jones Act, i cili kërkon që anijet që transportojnë mallra midis porteve amerikane të jenë të ndërtuara, të zotëruara dhe të operuara nga qytetar amerikan. Për shkak të kërkesave të larta të brendshme dhe ndikimit në tregtinë globale, flota amerikane ka një vlerë të madhe, sidomos në anijet me kontenjer dhe transportuesit e gazit të lëngshëm. Ky fokus e pozicionon Shtetet e Bashkuara të Amerikës si një lojtar kyç i specializuar jo vetëm në turizëm, por edhe në sigurinë dhe efikasitetin e zinxhirit të saj të brendshëm të furnizimit. Greqia. Greqia vazhdon historinë e saj të gjatë si një fuqi detare. Ndërsa mund të mos ketë numrin më të lartë të cisternave, vlera e flotës së saj të cisternave është më e larta në botë. Edhe pse numri i përgjithshëm i anijeve mund të mos jetë gjithmonë në krye të listës, veçanërisht në sektor të ndryshëm, vlera e flotës së saj të cisternave është padyshim më e larta globalisht. Kjo tregon një fokus strategjik në anije të specializuara, me cilësi të lartë dhe me vlerë të konsiderueshme. Modeli grek mbështetet kryesisht në sipërmarrje private dhe familjare, të cilat kanë një histori të gjatë në pronësinë e anijeve. Kjo flotë, e dominuar nga cisterna nafte dhe anije për mallra të lëngshëm, ka një rol vendimtar në shpërndarjen e energjisë në nivel botëror. Për shkak të këtij fokusi, Greqia ka një ndikim të madh në tregjet e transportit detar dhe është një aktor thelbësor në zinxhirin e furnizimit të lëndëve të para energjetike, duke siguruar që ekonomitë globale të furnizohen në mënyrë të qëndrueshme. Japonia. Ndërsa kohët e fundit është tejkaluar nga Kina në vlerën totale të aseteve, Japonia mbetet një lojtare e rëndësishme, veçanërisht me flotat e saj të mëdha të LNG-s dhe LPG-s, gjithashtu dhe transportues të vet automjeteve. Përqendrimi i Japonisë është veçanërisht i dukshëm në sektor të specializuar, si flotat e anijeve për gaz natyror të lëngshëm dhe gaz nafte të lëngshëm, si dhe transportuesit e automjeteve. Këto anije ultramoderne dhe me teknologji të lartë janë thelbësore për tregtinë energjetike dhe automobilistike botërore. Ky fokus në anijet e specializuara dhe me vlerë të lartë tregon se Japonia ka një pozicion strategjik, duke u dalluar për cilësinë dhe efikasitetin e flotës së saj, pavarësisht se nuk mban më kreun për nga numri i përgjithshëm i anijeve. Flota japoneze e LNG-s është veçanërisht e rëndësishme, duke qenë se Japonia është një nga importuesit më të mëdhenj të gazit në botë. Anijet e saj janë projektuar posaçërisht për të transportuar gazin e lëngshëm në temperatura shumë të ulta dhe në kushte maksimale sigurie, duke siguruar një furnizim të qëndrueshëm me energji.
Njëkohësisht, transportuesit japonez të automjeteve luajnë një rol kritik në eksportin masiv të automjeteve të prodhuara në vend drejt tregjeve ndërkombëtare. Kjo flotë e specializuar jo vetëm që mbështet ekonominë e brendshme, por gjithashtu demonstron angazhimin e Japonisë ndaj inovacionit dhe inxhinierisë detare, duke e bërë një nga liderët e padiskutueshëm në këtë fushë. Kina ka flotën më të madhe dhe më të vlefshme në botë. Dominimi i tyre nxitet nga investime të konsiderueshme në anije transporti me shumicë dhe anije kontenjerësh. Ky dominim është rezultati një strategjie të fuqishme kombëtare dhe investimeve kolosale, të cilat janë përqendruar në ndërtimin dhe blerjen e anijeve transportuese, veçanërisht atyre për mallra me shumicë dhe anijeve me kontenjer. Flota kineze, e cila tashmë është një nga motorët kryesor të tregtisë globale, është e aftë të transportojë sasi të mëdha lëndësh të para dhe produkte të gatshme, duke mbështetur kështu eksportet dhe importet e veta masive. Kjo flotë gjigande i ka dhënë Kinës një avantazh strategjik dhe ekonomik, duke e pozicionuar si një lojtar kyç në zinxhirët ndërkombëtar të furnizimit dhe duke e bërë ndikimin e saj në ekonominë botërore gjithnjë e më të padiskutueshëm.